Allungare, poi altri per poco.
Si edhe rutina si kësha? Kritikohet. I bje që për të dhe kohë, nëse të vajzë të pashkira. Se kemi dhe nësë një pashë, nësë një... Ndaj se ke dhe ndërë së në bëjga mirë këtë. Kalojmë në pikën 2. Sa i më përzone. Kalojmë në pikën 2 me atimi proces verbal të nderesë datës 26/02/2026 dhe i datës 18/03/2026. Pra kemi dy proces verbale të miratuar. Datën 18 që bëm bjerin e shratën dhe datës 26/02 të muajit shkollit. Ka pyetje diskutime në lidhje me të dy proces verbale të tjera? Nëse jo kalojmë në votim, miratimi të dy proces verbale. 12 vota. Vazhdojmë me pikën 3, deklarimet e konfliktit interesave. Për çështje që do të merren në shërkim, asnjë nga anëtarët e Këshillit nuk ka shkruar konflikt interesi. Faleminderit. Kalojmë në pikën 4, projekt vendim mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kufizuar gjendje për muajin shkollor 2026. Fjala për zonë të pasimit.
12 vota pro. Kemi 3 ndihma financiare që do nga 7 Lexojmë të treja punte. Probleme në financiare Që janë drejtuar bashkisë për dhënien financiare, është Albert Braça, Kastell Meta dhe Leshan Broçe. Për arsye financiare, Albert Braça dhe Kastell Meta kanë bërë ndërhyrje chirurgicale koronare. Është në shtati ka të probleme të cilat ne i dimë dhe njohim, është për të zhvilluar shtetit. Dhe ka të pa mundur për të kryer. Nuk e ti për ato rekamta, do t'ju vinë pak në ndim neve, për. Për në shatin, Nuk e ti janë pas shtetit, ka për të zhvilluar për ti më shtetit, shtetru. i duhet diçka plus. Nuk e di për ato dy tjerë, po këtë Albert Braçën e njoh se kam më shapar, edhe di se si ka ecur, ai po bon Edhe Kastell Meta, ai ka qenë aty. vetëm me apelime është marrë. Vetëm me apelime është marrë. Për apelime, nuk arrin dot të bëj të marrë atë për arsye se s'ka shënuar as ditë pune. Mbas në 90-s. E nuk ver dot kemi. Në qoftë, a ka mundësi të ne të po flasë, nuk në dëgjoj më të juve. A ka mundësi në rrugë? Për Albert Braça. Për kohën vetëm me apelime. Po nuk po thema unë se të shosh një diçka. Po t'i shtojmë diçka, qoftë se ka mundësi brenda rregullave. Se ky edhe familjari vetëm është. Është vetëm. Vetëm me një përkraje 30.000 lekë se si e përballon këtë njeri. Ai vetëm ndihmë, domethënë imagjinoj tani, moshën që ka ai, se 60 vjeç. Vetë i bën e motra ushqim për dyre. Që ajo vetë. Se ai ka fëmijë, ka fëmijë. Prindri interesohet për fëmijët, fëmijët nuk interesojnë për prindrit. Mos ja kuzi po tani. Asnjë fëmijë nuk interesohet. E ka në Amerikë, e ka në Tiranë, e ka prapë kush je për dinë. E motra aty, edhe smurë. Në qoftë se do kisha mundësi kryetar, ta shtoni të dyfishoni. Unë jam në parimin që se këtë po i thosha kryetares Këshillit, më mirë të shtojmë një herë tjetër me një vendim tjetër se sa të prishin një standard që kemi vendosur. Po ma përkesë, intervali posë, sa zë. E kam më letë kusë herë tjetër se sa t'i bëjë shumë. Unë ishe nga që i njohë të rast. Unë po flasë nga që i njohë të rast. Më mirë të shtojmë si sasi do në kutimin e një vendimi tjetër. Nuk e di, unë e në njohë të rast shumë edhe për ata dy tjerë. Nuk jam kundra, që se të shtoni, nuk di të flasë. Në ke një ditë a marrë dhe e të ishte një. A marrë të dërë dhe që kënë punë. Ka qenë dhe kërësha. Kari më të një të bashkë të qartë, as vetë të japin të tila. 12 vota pro, është të përshëndetur. Faleminderit. Karojmë në pikën 9, projekt vendim për miratimin e tavaneve buxhetore në Këshillin Bashkiak, dhe për miratimin e tavaneve përgatitore të programit buxhetor atakesin 2007-2009 të Bashkisë Krapar dhe institucioneve të varësitë të saj. Fjala të zotin Ingota, drejtori në financa. Nderuar kryetari i Këshillit, nderuar kryetari i Bashkisë, nderuar këshilltarë. Grupi menaxhimit strategjik ka filluar procedurën e arkitimit të projektit buxhetit 2007-2009, duke filluar me miratimin e raportit të vlerësimit dhe parashikimit të ardhurave vendim që ju e keni miratuar në shkurt. Dhe në bazë të këtyre të dhënave të miratuara në raportin të vlerësimit të ardhurave, ne kemi miratuar tavanet përgatitore të buxhetit për periudhën të përbashkët për periudhën 2027-2029. Në materialin që kemi tabelat flasin qartë për qoftë për burime të ardhurave, po qoftë për shpërndarjen e këtij burimi të ardhurash dhe fondesh buxhetore në shpenzime të buxhetit. Nuk ka diferenca të mëdha, përveç transfertës së pakushtëzuar të përgjithshme që nga viti në vit ka një rritje rreth 10 milionë lekë të reja, të cilën ne këtë diferencë ose këtë shtesë e kemi çuar
tek shpenzimet operative në ato programe buxhetore që kanë të bëjnë me shërbimet dhe punët publike. Kështu që duke i çuar aty, mendojmë që të rritet edhe niveli dhe cilësia e shërbimit nga ndërmarrja e shërbimeve publike, sepse ato fonde buxhetojnë për ato ndërmarrje dhe përdoren dhe menaxhohen aty. Fondi pagave dhe i sigurimeve shoqërore, siç e shikoni vetë tek tabelat, është pothuajse në të njëjtin nivel, sepse dhe numri i punonjësve mendohet të mbahet ky që është aktualisht. Shpenzimet operative janë rritur, ajo rritje që thamë që vjen nga rritja e transferit të kushtëzuar 10 milion janë rritur për çdo vit. Investimet janë mbajtur pothuajse në të njëjtin nivel. Dhe mund të themi që me këtë buxhet, me këto fonde, me këto burime buxhetore, ne nuk është se kemi mundësinë për të shtuar investimet, për të cilat pak diskutim që është e nevojshme, sidomos në rrugët, segmentet e rrugëve, punësive administrative, por kemi shtuar fonde për mirëmbajtjen e tyre. Do të theksoj që këto janë tavane përgatitore, të cilat janë në masë, por në detaje ne do të vazhdojmë gjatë procesit të mëvonshëm, të fazave të tjera të artimit të bazë, janë dy faza të tjera të artimit të bazë dhe buxhetit vjetor 2027, të cilat do të diskutojnë në përgjithësitë administrative, me komuniketin, me grupet e interesit dhe të shikojmë se çfarë mund të bëjmë ndonjë ndryshim në bazë të nevojave që mund të lindin apo të nevojave që ka komuniteti. Kështu që ne kemi një proces të gjatë të artimit të bazë për 2027-2029 dhe mendimet e këshilltarëve pa diskutim që merren në konsiderat, por edhe mendimet e komunitetit dhe nevojat që janë më imediate, më të rëndësishme për komunitetin. Unë jam do të falësh pesa të ndryshme. Me që edhe mos vazhdosh mos të shkosh, se edhe vetë që janë në avar përgatitor 2027-2029, mbaron një me 2026 ka gjë se ka kohë të bëjmë ndryshime dhe të shkojmë vit pas viti nëse do vazhdojmë ndjenjë. Qëto 2026 është mbyllur de facto, ose për gjendjen aktuale që jemi tani. Më dhe që do mbajmë të njëjtën numër punonjësh, domethënë këta 330 sa kemi, 360 sa janë edhe do të bësh një investime kur investimet i ke zero. Domethënë edhe 2027-2029 i prap zero i investime. Shikoj, investimet, me thënë të drejtën, me po themi që me këtë numër punonjësh dhe me këtë nivel pagash, normale që pjesa me madhe e buxhetit shkon për paga dhe sigurime, por investimet, po ti shikosh, investimet, po të mbledhësh, këtu, tek tabela e fundit tek relacioni, shikoj, në vitin 2026 i pritshme, që është i garantuar, janë 65.622.000 hektarë. Po çfarë presim? 65 milionë euro, investime nuk janë pa. Të lutem më, çfarë presim? Kur ti ka 3 muaj që ka ta vendimi për rritjen e pagës minimale dhe ti s'ke bërë akoma ndryshime. Je vetëm në bashki, dje ka parë të paktën gati 10 bashki që kishin bërë rritjen e pagës minimale. Domethënë ti ke me kërcuri që ke ti punor në fund të vitit i lë 2-3 muaj pa pagë. Edhe po presë në një kështu se deklarove para 2 muaj bashkë me kryetarin e bashkisë që do japë në dorëheqje në unë edhe ai për vete që për vete. Gjashin edhe, na mos prit. Në qoftë se do të jap, jo, te do jap edhe unë. Mos e prit, mos se do të ju. Mos e prit. Tani, duke mos ngritur pakët e punojësve tani,
i pje që jeni i keq me menaxhimin, me argtimin anë. Po do të Se përderisa nuk po ngrini pagat e punëtorëve, jeni e vetmja bashkinë në Shqipëri që s'po e vete. Po funksionet e deleguar që ja ka bërë, çfarë po bëni? Çfarë ka bërë? Okej, ja të përgjigjem. Atëherë. Paga minimale, vendimi për rritjen e pagës minimale nga 40 në 50.000, ky vendim automatikisht është i zbatueshëm sepse edhe si unë mos dua shti sistemi tatimeve nuk të lejon të deklarosh sigurime me pagë 40.000 lekë. Kështu që paga minimale është rritur, nuk ka asnjë punonjës në bashki që të marrë më pak se 50.000 lekë bruto. Kjo është e mbyllur. Tani, rritja e pagave sipas një vendimi tjetër të Këshillit të Ministrave, pagave të punonjësve që janë me klasa, këtu po, vlen të diskutohet. Dhe ne jemi të ndërgjegjshëm për këtë që fondet për të rritur pagat e punonjësve, të cilët paguhet nga buxheti i bashkisë, nuk kemi. Sepse kur kemi bërë buxhetin e 2026-s që kemi miratuar në 22 dhjetor 2025, VKM-ja për rritjen e pagave nuk ishte dhe uskisha si ta parashikoja këtë rritje, kështu që në buxhetin e 2026 ne nuk kemi parashikuar fonde shtesë për rritjen e pagave sipas një vendimi që del në 2026. E kupton? Ne kemi bërë 2025. Tani me fondet e deleguara ne do të jemi detyruar që t'i paguajmë lirisë, që është arsimin të vjeçar, arsimin parashkollor, konvikti, këto funksionet e transferuara 2016. Do i shikojmë dhe do t'i marrim në konsiderat. Ndërsa për punonjësin që paguhen me fondet e buxhetit bashkisë, nga paga dhe nga granti, ne nuk kemi mundësi që t'i rrisim, sepse nuk mund që të rrisim paga, edhe pastaj në fund të vitit të mos arrim të paguajmë si që të ato 2 muajt e fundit, që është shumë e vështirë. Për t'i paguar pse ndodh kjo ndodh, sepse bashkia jo në strukturën e punonjësve 216 nga 360, 216 janë me arsim të mesëm që përfitojnë rritje page nga rritja e pagës minimale dhe nga rritja e pagës VKM-s që ka dalë, se kam mësuar ato, por që kjo është një kosto shumë e madhe, dhe me ndo 216 punonjës, dhe 10.000 lekë t'ja u rritësh atyre, por jo 10.000 lekë, sepse mbi këtë 10.000 lekë janë edhe 16.7% sigurimet shoqërore shëndetësore të punëdhënësit, dhe kështu që vete goxha, do më 12-13.000 lekë të reja për 216 shumë zoj sa vete, duhen ja 360 milion lekë, që ne t'i mbyllim ata. Niveli sigurimi shoqëror aktualisht që është rritur dhe po paguajmë. Jo, sigurimet, shiko, ajo është për pagën minimale. Ata që kanë qenë poshtë pagës bruto 50.000 lekë, kanë shkuar 50.000 lekë. Sa vajten? Sigurimet? Shiko, sigurimet... Konkret. Rrugën e ka që ne nuk mund të paguajmë sigurime, do më thënë pagë bruto rrëmë 50.000 lekë, sepse minimale është 50. 50 e lartë. Por po të rrisim, si pas VKM-s i bje që të rrisim për çdo punonjës që janë 260, nga bje vete, po themi 35-36 milion lekë të reja, këto nuk i gjejmë do, janë shumë, prandaj si rrisim do të pa. Ka 2 mundësit, ose ulljen e numrit punonjësve, ose të ulljen shpenzimet operative dhe investimet, nuk shkojnë. Se të ulljen shpenzimet operative do të thotë të mos kryesh shërbimet e planifikuara ndaj komunitetit, kështu që ne më mirim në këtë nivel parë. Këtë një të tretë një. Punonjës që nuk i rrifonde edhe i paguar. Po shiko, nuk janë roja i aty. Nuk janë, shiko. Një nuk i roja... Po të më rrëve si aty përna e investime... Po shiko, nuk i roja. Po jo nuk e këtë. Po të një roja ti. Po he, unë i shikoj e ta? Po pse, unë i shikoj. Si dhe listën këtu dhe i shikoj më përse. Po jo,
listën. Ti e ke listën e komunitetit. E ka puta, e shtë sistemi me... Unë si dhe një këtu edhe i kalon. Jo, atë e shikoj. E përkojemi. Unë i Nuk jetë lista. Keti. E po mbajë për balonë. Për bëjtës. Ka për tjera? Ka. Po. Ore, po më thosë fakt, si del Shqipëria sot? Fiton në punët. Shqipë, po janë inteligencë artificiale. Ajse, i të në me ratë, po mbajë. Si dhe? Si del Shqipëria sot? Shqipë, me Kotare. të tjetër, si dhe nuk e di, po se si po të dalë e ti. Dhe po na unë do më të kuma. Tako? Po të thoi fiton. Ka të shirë fiton? Së gjithja. Si po të dalë, ajo është fiton të kryshtë. Të votojmë. Atëre kalim në votim që kësta në votim. Ju faremi Kalim në fikën 10 të Eliditës, për e permit për strehimi në familjeve në nevojë, Kastrioti Dëshaj, Elisani Qolari, në objektet e këtyre aktivitete, me vetërim të kështë bashkjatë në të datës 27/11/2025 për kthimin në fond banesër të dy objekteve, ish kokën e fëmijëve të Agjena Sanserita dhe ish zyrat e vjetra të ndërmarrjes kryore për qëllime strehimi. Fjala për zonën Rubina Rango, dhe për Shqiptar, ndërruar fetar, ashtu si që një gjeni në një vendim të më pashë të Shqipit Dashjat të kriminatorën të banese dy objekte, kapën e parë të kapën e dytë të kopshtit Hasan Serita, se një objekt që është në atmosferë bashkësh i zyrat e byroves për qëllime strehimi. Dashjat s'ka parë ka parë të shumë që përstrahoj të familje në nevojë të familje në vendim, pasi janë të shqiptërështira jetë ekse dhe në situatën emergjente sociale për nga struktura e banesave dhe... Shumë da kokin e njojnë probleme dhe ata sa më shumë familje të strehore, më vazhdojnë të dakor. Ke kërkesa tjera për sërin për shumë? Jo, kërkesa për sërin... Në qëse do kishe se për shumë ajo që kërën në Sanseritej... Po jam skepër. Veç katit që ka familje me atë të kuvizor, mund të bëjnë edhe ato dy hyret e tjera? Nëse do më gjeni të spegoj, atërë Dashjes ka parë është duke bërë verifikimin e disa pronave që mund të kthejmë në banese për familje që do kenë nevojë të strehim. Aktualisht në Dashjes ka parë nuk kemi kërkesa për një pjesa për strehim për një pjellë. Në Dashjes ka parë ka qetë kërkesa për tipit rikonstruksionin e një banese të dëmtuar, që ose në atë që një jetojnë të shëtë vështira, nësa kërkesa për strehim, po them nga qiftet e reja, sepse tash më dire që gjithë s'ka pare ka një banes, po qiftet e reja në qiftet dhe në aplikimet që bëhen në përmjet sistemi nuk kemi pasë. Një të Dashjes ka vetë në kohë. I miratojnë të nërë nësa adës tjetër për racionit të tjere, i miratojnë të në shumë. A i miratojnë të që një për gjitha të objekte që ne do i shqipojnë të arsushme për kështërën të mbanesë, Kalim në votim i miratojnë të pas e përvite të tjere. Kalim në fikën 10 fundit të ndryshme, fakit. Edhe problemi ka mund të dhimi që një u të duar. Kryetar është kjo problemi i blokimit të rrugës pedonales. Atje në kam tim është edhe një shumis, unë atë biznesin lokal, nuk kam një problem ma se kaloj makina, po do të deshat ose të vendosës një orar, e një toshin kur do shumisa. Ju kini punoj stalini atje tek butonët, se në qëjnë ata, rritë 2 orë hapur, dhe në 2, dhe jenë 2, që mos i marrën ata furnizimin nga ndja me krata qënë tek dyqanë. Edhe më duke se qesin e ka dhe një biznes edhe a i do të havi vetëm për estat tjerë, kështu që punojnë edhe bizneset e tjera. Edhe tjetër ka është një problem që është edhe mota këtu, po nuk e dhja që do të atë e mu para morës, është problemi i shkarës murit
tek familja e Modës. Janë duhet bërë edhe i saj i ka prishur punë muri rrethus, po edhe dy familjet në të herë janë as makina sovjete, as në terë nuk ka rreth. Ajo ndërmarrje dhe do isha me atë ndërmarrjen e ndërtimit për ta komandon e këshillit kryetar. Jo drejtori, jo. Kur ndërmarrja e ndërtimit Sharov, kur ndërmarrja e ndërtimit në Potom. Të punoj edhe në protokoll, jo të rinë 6 muaj Sharov, 6 muaj Potom, një viti. Këtë drejtë. Të gëllë nga fundin, ndërmarrjen e as obligatën e ndërtimit nuk mund të komandoj këshilli, por për arsye administrative edhe për arsye të specifike të punës. Sa i takon shkarjes së morit, ne kemi bërë verifitimin që në momentin që kanë ndodhur. Por sot është bërë një disponueshëm fond i ardhur nga energjetika civile, cilën dhe administrojë. Është i ndarë në dy pjesë, një pjesë është për investime, gjysmë është për cilësuarim. Dhe pjesa tjetër është për le temi raste të tilla se ky që ju përmendët. Kështu që gjysmë e atij fondi që ka ardhur nga emergjencia civile do të kalojë për urën e Malindit, cili i shtohet edhe fondi që do të akordohet nga Këshilli i Qarkut, sepse ajo është një emergjencë shumë e madhe. Dhe pjesa tjetër pastaj që është më e madhe se vitet e tjera, patjetër që do marrim në shqyrtim edhe rastin në fjalë. Duket se e bën këtë edhe për shkak se e ke mozën aty afër, por nuk e do t'i mozën më shumë na unë, sa për dini, sepse edhe ajo është ndërgjegjshme që në këto lagështirët nga që ka pasur dhe tani asnjë mjet nuk mund të futesh aty. Tani e mbrapa, po, ka të drejtë që ajo të thojë mua që pse po ma bën këtë gjë. Dakor, kështu që e kam vetë parasysh aty. Nuk është gjithashtu pak nuanca humori, por që e di që është vërtet në problem të madh. Edhe do të shikojmë, do ta zgjidhim nëpërmjet ndërmarrjes apo do ta zgjidhim individualisht duke përdorur fondin e emergjencave civile që t'i japim një vlerë të caktuar familjeve që janë të përfshira nga ajo situata aty, sepse duket sikur është përfshirë vetëm familja e zonës në fjalë, por pasojat vjen mbi familje që janë kufizuese në anën e poshtme të murit që ka suar në do bëjmë patjetër që do bëjmë diçka. O në një mënyrë o në tjetër në bashkëpunim me personat e impaktuar nga situatë, do t'japim në rrugën e zgjidhjes, do t'jetë nëpërmjet vendosjes së mjeteve në dispozicion, apo sa i mënyrës tjetër. Por edhe sikur ajo që përktojështë, edhe sikur sepse tek ju do të bëjmë miratimin një fondi caktuar për familjet, kafshë prapë do të angazhojmë mjetet e ndërmarrjes për të bërë ato punimet fillestare, në të tjera detyrimisht që janë kosto dhe teknikë të përfshirë. Po ato punimet e pekamet që kemi edhe ato do t'i bëjmë edhe ato kemi ngecur sepse kemi ca arsye teknike në kujtim do t'i vetëm një që të marrim. Era do të shikojmë edhe ato. Ato janë një natura anësuar. Një jetë vogël kisha më kërkar. Me rënien e rrugës këtej, që kalon në akses e fortë, i vjen nevoja që mjetet e transportit që janë të rënda, të caktosh një orar që të kaloj, se të bëjmë punë. Mjetet e transportit të Të rënda, rënda, që janë, pastaj janë 4-5 sot. i kemi kufizuar kaq shumë sa Po të vetë një restaurantës. Udhër? Të vetë një restaurantës që kaloj këtuja, po jo në një orar që nuk të caktojnë. Se do të kalojnë ata se Dhe tjerë në marrë me burë. po ku të kalojnë shprishur. Tani, Dje këtu gjemusi. Ani ta gjeu mundësin. Që kur është bërë riparimi i urës, unë jam drejtuar me një letër të gjitha bizneset që kanë një terena të kufizojnë Jo për kalimin i urës. Ka mundur, unë kam mësisht. Pastaj, një sekond, ndodhi shkarja në rrugën mbikësore dhe kemi gjetur si rrugë alternative kalimin nga në Shkënaqë. Çështja është e tillë që nëse do hapet qendra e qytetit aq masive sa thoni ju, ajo rrugë ka për të prishur e gjithë aty. Dhe unë po e mbaj me policinë bashkiake me dy turne, edhe qendra se do prishet. Se të kalojnë vitet me mermerit të asaj. Mire të kalojnë vetëm ato që na kanë me mermerit. Unë kam lejuar vetëm kalimin e dy bizneseve që janë këtu vendas, por
Edhe ata duhet të gjejnë mënyra dhe mjete alternative se si do të bëjnë transportin. Se po kaluar trajlerat e Mermeri këtu pasaj, Lere marrë si qytet. Ata të mërmej i lere, më flasë për Skapalinë. Ku shokim Skapalinë, ata lere? Por ajo dhe i Skapalinë du të mendoj. Si nga së po kalu që du të mendoj që me trailer të matë mund mos transportoj mëndë. E ta kalu nga në shënëja. Po ta njësë nëse që bëjt. Ta shkarkoj aty ta marri pjesë. Por mes qytetit nuk ka të ashtu. Edhe orar si kur që vë unë, që u kam vënë orar, prapë se prapë, ka për të shkatëruar. Kjo të betë për emergjenë. Jo, në sa mjetë të një. Në të vendosa. Ka qenë një diskutuar? Kur do ikim? Kur do ikim? U bëjmë 3 vjetë fare, iq. Ja ta dalë tja për fare. Kur do ikim? Mundimi për gjërë,